الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Pas falëndërimeve dhe hamdit ndaj Allahu te baraka ve taala, salateve dhe selameve ndaj pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. Do të vazhdojmë sot me një emër tjetër të bukur prej emrave të Allahut te baraka ve taala, është emri El-Wahhab. El-Wahhab. Një emër jashtëzakonisht shumë interesant dhe shumë i pranishëm në jetën tonë, e na shumë pak kemi ndjeshmëri dhe jemi të vetëdijshëm për efektet dhe ndikimin e jashtëzakonshëm të këtij emri të bukur të Allahut në jetën tonë dhe për rreth neve. Ky emër i bukur i Allahut El-Wahhab është përmend 3 herë në Kur'an. Herën e parë është përmend në kapitullin Ali Imran, ajeti 8. Ky ajet është një lutje e Kur'anit, mirë është me mësu që të lutjet gjithni dhe me pas prej top lutjeve tona që lutemi standard çdo ditë. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. O Zoti ynë, për këthimi kësaj lutjes, mos na i lako zemrat tona, mos na i devijo zemrat tona, pasi ti na udhëzove në rrugën tënde të drejtë me mëshirën tënde. Shiqo si përfundon lutja. Innaka antal wahhab. Ti me të vërtet je dhurues shumë i madh. Do të thotë kuptimi, një prej kuptimeve të emrit të bukur të Allahut El-Wahhab është, me thonë, Allahu dhuron, është gabim, përkthim gabim. Allahu është dhurues i madh, shumë dhuron Allahu. Allahu jep shumë. Edhe është përmend në surën Sad edhe 2 herë, një herë në ajetin 9 dhe pastaj në ajetin 35. Është interesant, në ajetin 35 po ashtu është ky ajet një lutje kuranore, lutja e Sulejmanit a.s. do të na vjen. Ju që dini me lexu Kur'anin në gjuhën origjinale, e dini që do të thotë ky emër ka ardhur në trajten superiore në gjuhën arabe. El-Wahhabu, apo shet të shtidi, El-Wahhabu. Në gjuhën arabe, kur dikush dënë me të bo një dhurat, apo edhe dhuratës, në gjuhën arabe shumë e pasur. Dhuratës, një për emrave dhurat, i thojnë hedije, edhe ne përdorim, hedije. Po në gjuhën arabe, kur dikush të bën dhurat pa i kërku, nuk i thuhet hedije, i thuhet hibe, që ka lidhje me kuptimin e këtij emrit të Allahut. Do thonë, ka dallim dhurata për dhuratës. Dikush të kërkon me ja bëni dhuratë dhe ti ja bën dhuratën. Por Allahu te baraka ve taala, kështu është raporti i Allahut edhe i dhuratave të tij me ne. 3 aspekte, mos i haro. Allahu i jep dhurata atij që kërkon edhe atij që s'kërkon. Njoni i kërkon Allahut diçka, ose shumë çka, s'është më rëndësi. I dhuron Allahu, ai e din si i dhuron. Por njëkohësisht Allahu i dhuron edhe atij që s'kërkon. Kjo aspekti 1. Aspekti 2, Allahu i dhuron atij që ka nevojë edhe atij që s'ka nevojë. Allahu i dhuron atij që ka nevojë, por i dhuron edhe atij që s'ka nevojë. Dhe 3, Allahu te baraka ve taala i dhuron dhurata atij që e njeh dhe e adhuron Allahun, edhe atij që nuk e njeh dhe nuk e adhuron Allahun. Madje Allahu i dhuron dhurata edhe armiqve të tij. Kush armiku më i madh i Allahut?
Armiku më i madh i Allahut. E din sa pak ju kam zonë ngusht po. Shejtani, apo shejtani. Nuk ka armiku më i madh i Allahut të shejtani. Ja ka pranu lutjen Allahu shejtanit. Apo e dini? Kur ka refuzu me i ra sejdën shaj respekti Ademit, Allahu i ka thonë shejtanit, ti do t'jesh përgjithmonë i debum e i largum për i rahmetit tim. E ka largu Allahu, e ka përzon përgjithmonë për i rahmetit. Prandaj është mel'un, i mallkum. Shejtani ka bënë lutje. Ka thonë ja Rabbi, a më jep afat, kërkesë. A kom afat deri në ditë kiametit me më jep mundësi edhe me më lënë teren sa të muj rob të tu me i lejthit, me i deviju. Allahu ka thonë, s'provë për ne, e ke këtë mundësi. Dhe më thonë, Allah ju ka përgjigj lutjes të shejtanit. Allahu dhul Gjelal është dhurues pa mas. Dhe më thonë, tash koncentroni të bukurit dhe kuptimet e këti emrit bukur të Allahut. El-Wahhabu. Allahu dhuron pa mas, pa kufi. Dhuratat e Allahut janë pa kufi. Një njëri i cili është bujar, i cili është gjymerc, nëse i lyp një herë dhurat, a i tjep. Po dhe herën e dytë, po herën e tretë janë i s'ka pak më mërzit piteje. Mërzitet ka pak. I vjetë mërzi me i lyp ti pa do. Dhurata, edhe psa është gjymerc. Raporti ynë me Allahun kër i kërkojmë Allahut dhurata, Allahu asnjëherë nuk mërzitet. Allahu gëzohet dhe ka dëshirë kur ne në vazhdimsi i kërkojmë atij dhe e lusim Allahun te baraka ve taala. Prandaj mos haro 60 Ghafir ajetin, Allahu thot ud'uni astajib lakum. Me lutni ju mua, unë ju përgjigjem juve. Allahu ka kërku për neve. Allahu ka kërku nga ne me lut atë. Ud'uni, me lutni mua, astajibu lakum. Unë ju përgjigjem juve. Allahu akbar. Tani vim tek një moment tjetër i bukur në raport me këtë emër. Tham Allahu dhuron pa mas. Allahu i dhuron ati që i kërkon, edhe ai që nuk i kërkon, ai që ka nevojë, edhe ai që s'ka nevojë, ai që e adhuron Allahun, edhe ai që nuk e adhuron Allahun, të gjithëve Allahu i dhuron. Allahu dhuron pa mas, por tani vim te një moment hala më i bukur. Allahu jo vetëm që dhuron dhurata pa mas e pa nda, por Allahu dhuron dhurata madhështore. Madhështore, që mendja jonë nuk i kap. Mendja jonë nuk... Madje, Allahu të dhuron ty aqë dhurata madhështore, sa që ti edhe s'ke dit me i kërku. Edhe nuk din me i kërku ato dhurata. Aqë janë madhështore. Cilën dhuratë më të madhen Allahu dhul Gjelal në ka jep nga dhuratat e jetës kësaj bote, jo nga dhuratat që lidhen me besimin, me imanin. Dhuratën më të madhen që Allah në ka bojë neve në jetën tonë në këtë botë është jeta. Allah në ka fal jetën. Allah të ka fal jetën. Mirë. Ulemaja kanë marrë një shembull interesant. Edhe ju dini këtë shembull, veç do të me mendu, nuk është shembull i panjohur për ju. Nëse Allahu dhul Gjelal një njeri në këtë botë ka sprovu, nuk ja ka fal dritën e syve. Ka në këtë botë pa drita të syve. Para me ndajni nëse ky njeri kishte me qenë shumë i pasur, por Allahu e ka sprovu, e ka falë në këtë botë pa 2 dritat e syve. Boni të bindur që ajo është në gjendje krejt pasurinë e tij me shkri deri në cent, veç me ju kthy syt. A ja ke lyp Allahu ti bashkë me mu syt? Se ja kem lyp në Allahu syt. Allahu na i ka falë. Dhurati kemi prej Allahut. 2 dritat e syve të gjithë ne i kemi dhurat prej Allahut. Prandaj kujtoje sa i fuqishëm është ky emër i bukur i Allahut, El-Wahhab. Më lejoni të marr një 3-4 shembuj shpejt tek ky elementi i fuqishëm i këtij emri të bukur të Allahut. Allahu dhuron pa mas, por dhuratat e tij janë madhështore.
Për me kuptu këto, nevojiten një 3-4 shembuj ilustrime praktike. Prej atyre njerëzve në historinë e njerëzimit që Allahu i ka jep dhurata madhështore, është Sulejmani a.s. Ajeti 35 Sad, shikoni çfarë kërkesa i ka bo Allahu dhul Gjelal. Sulejmani Allahut i ka thënë: o Allah, fillimisht atë kështu: o Allah, mi fal mëkatet e mia. Presje, kërkesa numër 2. Më dhuro pushtet. Presje, kërkesa 3. Më dhuro pushtet që askujt para me nuk ja ki dhurua si pushteti. Allahu Ekber. Qka e nxiti, cili ishte frymëzimi i Sulejmanit a.s. që i kërkoj Allahut këtë kërkesë kaq të madhe? Se Sulejmani ka kuptu drejt fuqin e këtij emrit bukur të Allahut. Allahu dhuron pa mas. Masi Allahu dhuron pa mas, edhe kërkesa jote le të jetë pa mas. Prandaj Allahu dhul Gjelal me të vërtet i ka jep pushtet Sulejmanit a.s. Thot pejgamberi a.s. Sulejmani për pas që ka qenë pejgamberi Allahut, ka qenë edhe mbret i vërtet. Jo si do mbret dunjas, mbret i vërtet. Pejgamberi sa thot mbretërit e dunjas kanë qenë 4, 2 jo musliman, 2 jo besimtar, 2 besimtar. Për aty në 2 musliman, Sulejmani dhe Dhul-Karnejni, që përmendet në surën Kehf. Po Dhul-Karnejni nuk o konë pejgamber, veç muslimani mirë. A Sulejmani, pejgamberi Allahut, Allahu ja ka jep me qenë në pushtetin dhe pasurin e ti erat, këtë erat kur fryn i ka pasën pushtet. E ka që erën ka dash Sulejmani a.s. Sa donë me qenë shpejtësia erës? 1, 2, shpejt disa prej aseteve të pasurisë Sulejmanit. I ka nënshtru në sundimin dhe dëshirën e Sulejmanit krejt gjint. Para më nda, ka pas gjin specifik që ju ka jep detyrë më u zhyt thellë në për detra dhe oqeana, i kanë pru perla edhe gurt shmushëm që mendja edhe syni njerit si ka po. E ka dëgju, e ka bisedu edhe e ka kuptu gjuhën e kafshve dhe të insekteve. E dini ngjarjen që na ka tregu Kurani kur i ndal bibrecat, edhe kanë thonë shpejt: hini shpejt në ato vrimat e juja, se po vjen ushtria e madhe e Sulejmanit, e na shkelin e nuk ndin për ne. E ka ndalë Sulejmani ushtrin, ka thonë, e ka dëgju, e keni ajetin që e përmend Allahu dhul Gjelal në kaptinën e bubrecit, e përmend Allahu xhelle xhelalu këtë ngjarje. E kështu me radhë. Shembulli 2, Zekrijaja a.s. Zekrijas a.s. Allah i ka jep një dhuratë të veçantë në pleqëri, mbas moshës 80 vjeçare. Mbas moshës 80 vjeçare, Zekrijaja edhe gruaja e tij shterp, krejt jetën si ka lind evlad, në pleqëni Allahu ja ka fal djalin Jahjan. Kur i ka lyp Allahut evlad Zekrijaja, nuk i ka lyp veç gëzoma, si thojmë na, gëzoma sofrën, gëzoma vatrën, jo. Ka thonë, dhuron evlad, e prej evladve të mi të jenë të rashëgimtar prej njerëzve të mirë. Pejgamber, Jahjaja kon pejgamber. Jahjaja a.s. mos haro, është i vetmi njeri në këtë botë, prej Ademit e deri të njeri i fundit, që Allahu ja ka ngjit emrin. Për zgjedhjen e emrit të Jahjas e ka bu Allahu. Allahu i ka thonë Zekrijas, këtë djalë që po ta fali, emrin kimi ja ngjit Jahja. Allahu Ekber. Musa a.s. Qfar dhuratat të mahnitshme
i ka dhuru Allahu dhul xhelal detin e kuq ja ka da për gjys, ja ka qa detin e gjys, detin e kuq e ka qa për gjys, e shumë dhurata tjera e pejgamberit alayhis salatu wassalam, derisa Allahu e ka ngrit shumë lart mbi 7 palçej, edhe derisa ka shku në Sidra Muntaha. Të dashurit e mi, krejt qëto shembuj që i përmenda, qëta 3-4 shembuj, pëse Allahu e ka përmenda dhe e ka regjistru, madje me detaje, po e zëjmë rrëfimin e Sulejmanit në Kur'an? Pëse na ka tërgu Allahu dhe? A është ky vetëm një tregim që ne lexojmë edhe praktikisht nuk kemi ndonjë dobi praktike që prekim? Prandaj duhet këto ajete edhe këto storje, këto rrëfime, këto ngjarje mu analizu mirë. Allahu dhul xhelal na ka përmendur ngjarjen e Sulejmanit alayhis salam në raport me këtë emër të bukur të Allahut, që ne të reflektojmë dhe të kuptojmë me bindje të thellë se kur lutemi dhe i lutemi të madhit Allah te baraka wa taala dhe i kërkojmë atij kërkesa, ti kërkojmë kërkesa pa limit. Sa Allahu është dhurues i madh, Allahu jep shumë, Allahu jep pa kufi. Hajti filloj me i mendu kërkesat e tua personale në vetvete, se cili prej neve. Unë me i bindum cila do kërkese jotja që ti e ke dhe ke kërku prej Allahut, ose po pret Allahu më të përgjigj, nuk është ndonjë kërkesë qaq e jashtëzakonshme sikur kërkesa e Zekerias. Në pleqni, gruaja e tij plak, shterp, sterile, ka kërku e vlad, Allahu i ka falë e vlad. Nuhi alayhis salam 1000 vjet e ka thirr popullin e tij në rrugën e Allahut, si kanë përgjigj. Kur ka në fund, Allahu i ka thonë, është tani momenti, lutu ti. Nuhi nuk o lut, ka thonë vetëm ata që s'm kanë dëgju mu e që s'janë përgjigj, atyre jep jau dënimin, por ka thonë kështu, mos lë mbi sipërfaqe të tokës njeri gjallë i cili nuk të njeh ty ja Rabbi. Edhe njëre, kape çdo që kemë rëndësi është. Kuptoj e mirë. Kurani na tregon se Nuhi alayhis salam e ka thirr popullin e tij në besimin e drejtë në Allahun një afër 1000 vite. A e dini në fund ngjarjen që na tregon Kurani? Kur Allahu i ka leje dhe ka filluar me ndërtu anijen, për shkak se e tërë toka është kaplu nga një vërshim i madh prej ujit, dhe vetëm kush ka qenë sipër dhe brenda anijes ka shpëtu prej njerëzve dhe krijesave kafshëve, krejt kur s'ka hyp në anije o fundos, ka vdek. Kur ka në momenti mu lut Nuhi alayhis salam, Nuhi nuk ka thonë, o Allah, këta njerëz që 1000 vjet që i thirrën rrugë të Allahut e i pan argumentet, nuk po për ulen, nuk po dëgjojnë, nuk po respektojnë, le ta marrin dënimin që meritojnë. Ja, ka thonë, në fytyrë tokës mos të mbetet gjallë asnjë njeri që nuk beson Zotin. Asnjë s'ka me gjallë. Kanë me gjallë vetëm ata që janë konë në anije. A përshëni çfarë kërkese Allahu ja ka pranuar Nuhit alayhis salam? Krejt bota, krejt rruzulli toksor, komplet. Shëqani, kjo është informata e Koranit, e historisë, nuk është sikur informata të historisë, atë nëse thojnë që kjo ngjarje është para 5000 vjetëve, 7000 vjetëve, kur e merr edhe merr i çet do kritere shkencore, ku pe din ata që 5000 vjet, ti mundet ai doja më atë më thon, po s'po pajtona 5000, 10000. Sta prish kërkosh 30000. Beni thot, aso s'pajton 15000, as ty s'ta prish kërkosh, se nuk kanë një kriter që munden me mbështet tezën dhe pretendimin e tyre. Ndërsa informata e Kuranit është e saktë. Kurani na tregon se në sipërfaqen e tokës nuk ka mbet i gjallë, vetëm ata që janë kënë brenda anijes Nuhit, ata kanë shpëtu. Dhe prej aty tani ka fillu, ka vazhdu soji njerëzor, edhe kafsht, edhe shtazët që i ka marrë në anije, Nuhi alayhis salam, ashtu sikur e ka frymzu Allahu te baraka wa taala. Prandaj
erdhëm tek një çështje, nga se jemi ka fundi, erdhëm tek një çështje shumë më rëndësi për mua dhe për ty, në lidhje me këtë emër të bukur të Allahut, El-Wahhab. Allahu është dhurues i madh pa mas. Allahu jep pa mas. Dhuratat e tij janë pa fund, nuk shteren. Mësimin që duhesh me mësu ti bashkë me mua është kur kërkon dhe kur e lut Allahun, le të jetë lutja jote dhe kërkesat e tua le të jenë pa kulm, pa tavan. Open, krejt. Sa të mundesh lutja Allahut, sa të mundesh lupi Allahut, se Allahu dhuron shumë, madje Allahu dhuron pa kërkuti. A dhe një bre vlazën, sa të mira neve Allahu na i ka japë, e na si kemi lyp Allahut asnjëherë. Madje nëse ne fillojmë, se të një për neve, nëse dënë me fillu tash me i numru të mirat e Zotit të barë e këtala, ti s'mundesh, në fond ki mu ndërzu, ki mu lodh, ki thonë, edhe a din qka, edhe kur ki mu lodh krejt, edhe nëse ki me sfidu veten, po më marrë mendja, 99% i kom numru të mirat e Zotit, a e din të që 1% të madhe të mirësive, as nuk ja ke iden që Allah të ka thonë. A dini sa të mirësi të Zotit ne, as iden nuk e kemi. Iden nuk e ki sa mirësi të Zotit. Ti nuk e ki iden që Allahu po e zojmë para 10 viteve ka planifiku dhe ty të ka ndodhur një caktimi i Allahut, mas 10 vite ki me e pa rezultatin, mas 10 viteve ki me e përjetu e ki me u knaq me një dhurat të Allahut që ti as e ke haruat në ngjarje para 10 viteve, as se ki iden. Nuk e ki iden që ka të ka ndodhë. Allah të qënë ty diku me komtë dhe me mendjen tënde, edhe ti as nuk e din ku e shku, as nuk kujtohet ai moment, po ai vend atje ku Allah të ka dërgu ty, është moment dhe qels shumë i rëndësishëm për ty dhe jetën tënde dhe familjen tënde. Dhe as ti që e ki, as nuk e ki iden. Dhe e fundit, se edhe 2 minuta, një çështje më rëndësi që lidhet me këtë emër të bukur të Allahut, El-Wahhab, Allahu dhuron shumë dhe pa mas, është interesant, mbajnë mend, të gjitha ajetet e Kur'anit të cilat flasin për pasardhës dhe fëmijë trashëgimtar lidhen me këtë emër të bukur të Allahut. Dhe kanë thonë ulemaja, ata të cilët i ka sprovu Allahu nuk kanë evlad në dunja dhe nuk kanë trashëgimtar, është mirë me e lut Allahun me këtë emër. Në fund, Zekeriaja e ka përfundu lutjen e tij kur i ka lyp Allahut evlad Jahjan, e ka përfundu me këtë emër. Dhe gjithë pejgamberët e Allahut. Du me lexu dhe përfund për sot ajetin 49 Shura, shumë interesant. E keni dëgju këtë ajet, po ta bëjmë shpejt një analizë. Thotë Allahu dhul Jalal, lillahi mulku s-samawati wal ard. Çfarë ka në qiell dhe në tokë, pushteti, mbretëria, sundimi i takon Allahut. Presje. Edhe njëherë vëmendje, koncentrohu, shiqo si fillon ajeti. Lillahi mulku s-samawati wal ard. Çfarë ka në qiell e në tokë, pushteti i takon Allahut. Presje. Shiqo tash si vazhdon fjalia. Yahibu limen yasha'u, jo, yakhluqu ma yasha. Çfarë të dëshiron Allahu, ai krijon. Ai e din çka krijon Allahu, çka fon këtë botë. Presje, që fjalia tjetër. Yahibu limen yasha'u inatha. Kujt të don Allahu komplet dëshirës ti, Allahu i jep dhurat vajza. Presje. Wa yahibu liman yasha'u dhukura. Kujt të dëshiron Allahu sipas dëshirës ti i jep dhurat djem. Vazhdon ajeti 50. Kujt dëshiron Allahu i jep djem dhe vajza. Presje. Dhe kujt dëshiron Allahu nuk i jep as djem as vajza, hiç s'jep evlad. 5 pika më rëndësi këto 2 ajete. E para, edhe njëre, kujtof si fillon ajeti. Lillahi mulku s-samawati wal ard. Çfarë ka në qiell, 7 palë qiell, në tokë të Allahut jon, pushteti i tij është. E ti po mendon pe ngushton Allahun pse po ja lyp një djalë? A pse po ja lyp një çika? Ose ai shkreti ai mirë, ja ka fal Allah i 3 vajza, ka robo. O ka vun ai e gruaja e tij, krejt fisi po vujn, pse s'ja ka fal Allah i një djalë? Shkret.
I padishëm ai, i shkret, gjëra. Allahu po na jep këtë informat. Çka ka në qej e në tokë të Allahut jon? Kur Allah nuk mundesh me nxën ngusht. Yakhluqu ma yasha. Çfarë? E dyta, Allahu krijon çka do nai, jo çka dojmë na, jo. Tash tregon. Kujdon i jep djem, kujdem i jep vajza, kujdem djem e vajza, kujdon Allahu si jep asgjë. Poenta ishte, apo e sheni si lidhet ky ajet me emrin ton që e kemi pas sot, El-Wahhab. Allahu dhuron pa mas. Allahu jep pa kufi. Dhuratat e Allahut janë të mahnitshme. Allahu dhuron kur ne i kërkojmë edhe kur ne nuk i kërkojmë. Allahu na dhuron dhurata kur ne kemi nevojë edhe kur s'kemi nevojë. Allahu na dhuron dhurata kur ne e dojmë Allahun, i lutemi atij, e adhurojmë, i përulemi, por edhe aty në armiqve të tij që nuk e njohin Allahun, edhe atyre Allahu jep. Dhe shembulli më i keq i krijesës më të keqe, krijesa më e keqe që Allahu i ka jep dhurata dhe ju ka përgjigj lutjes tij është iblisi. Nuk ka krijesë më të keqe se shejtani, edhe atij Allahu ju ka përgjigj. Nga se është El-Wahhab. Allahu dhuron pa mas. Edhe Allahu dhuron pa i kërku. Allahu na dhuroft mirësitë dhe begatitë e tij të panumërta, ashtu sikur na ka dhuru pafundësisht mirësi e vëllëmti. Allahu ju shpërbleft.